Sipas informacioneve zyrtare, nga kufit janë kthyer 16 dërgesa ushqimi me origjinë shtazore, ndërsa 3 janë zgjesuar. Në të njëjtën kohë janë ndaluar 9 dërgesa ushqimi me origjinë jo shtazore, ndërsa plot 90 ton ushqim i importuar është zgjesuar. Pavarësisht inspektimeve të shtuara në opinion, është rihapur pyetja çfarë ushqimi konsumojnë qytetarët pasi u zbuluan parregullsi serioze të produkteve të qumshtit dhe mishit. Drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Oliver Milanov, theksoi se gjatë vitit 2024 janë realizuar mbi 47.200 kontrole inspektuese, ku janë shqiptuar 6.770 masa për shkelje të konstatuara. Kontrollet kryen në të gjithë zinxhirin ushqimor, nga prodhimi dhe përpunimi deri te shpërndarja dhe shitja. Paralelisht po forcohen analizat laboratorike dhe sistemet e menaxhimit të rrezikut. Agjencia e Ushqimit njoftoi këtë ditë se në kuadër të kontrolleve të jashtëzakonshme janë marrë 91 mostra të qumshtit, produkteve të qumshtit dhe produkteve të thata të mishit, si nga prodhimi vendor ashtu edhe nga importi. Nga 45 mostrat e analizuara të qumshtit dhe produkteve të qumshtit, te 10 operatorë janë konstatuar parregullsi. Te një pjesë e produkteve është vërejtur përqindje dukshëm më e ulët të yndyrës së qumshtit, krahasuar me atë të deklaruar. Nga rjeti kombëtar i bujqësisë alarmojnë se paralelisht me problemet e cilësisë, po bie edhe prodhimi vendor. Sipas tyre, numri i lopëve qumshtore është ulur nga 150.000 në rreth 90.000, ndërsa prodhimi i qumshtit ka rënë nga 390 milion litra në rreth 220 milion litra. Kjo, si thon ata, arrit varësinë nga importi i lëndëve të para dhe produkteve të dyshimta të përpunuara të qumshtit.